Sigur se e dini, ne kemi pas javën e kaluar një takim me kryetarin e LDK-s dhe përfaqësuesit e LDK-s, një takim që shkoi në një frymë mjaft konstruktive dhe për të cilit besoj e pres që shumë shpejt të vijmë deri te një pajtueshmëri në lidhje me një president konsensual. Sa i përket partive të tjera, ju e dini që PDK-ja ka deklaruar që nuk do të marrë pjesë në takime, gjë që ka pas një refuzim edhe nga ana e AK-s. Nuk e vlerësoj që janë qëndrimet e duhura, gjithsesi është zgjedhja e tyre të cilën e respektojmë, por pres që sa më parë të arrijmë pajtueshmërinë me LDK-n edhe të konstituojmë të gjitha institucionet me mandat të plotë dhe të vazhdojë puna. Në fakt nuk kemi rënë dakord për një emër, por për kriteret, parimet se kush mund të jetë personi i cili mund të jetë në pozitën e presidentes në mënyrë që të shpreh edhe unitetin e popullit, ashtu siç e përcakton kushtetuta dhe të jeti pranueshëm për të gjithë deputetët që duhet të marrin pjesë në votim, sepse sikur se e dini, lëvizja vetëvendosje bashkë me partnerët të saj dhe me LDK-n, domethënë përbën minimumin e votave të nevojshme, pra gjithsej 80 deputetë të cilët janë në sallë, andaj është shumë e rëndësishme që të arritet një pajtueshmëri e plotë dhe të përmbyllet suksesshëm ky proces. Unë jam optimiste, pas parasysh në radhë të parë nevojën edhe pritshmëritë e qytetarëve që pas një kohë shumë të gjatë, gati 2 vjet të bllokadës edhe zgjedhjeve të njëpasnjëshme, të cilat është e sigurt që nuk sjellin asgjë të re apo ndonjë ndryshim që do të mundsonte një situatë tjetër në raport me forcat politike, të ketë reflektim prej të gjithë deputetëve edhe të marrin pjesë në procesin e votimit për presidentin e vendit dhe të vazhdohet puna edhe në kuvend edhe në qeveri me mandat të plotë, por natyrisht edhe në presidencë. Ju dini që lëvizja në vazhdimsi ka bërë përpjekje të njëpasnjëshme, ka qenë maksimalisht e përkushtuar e angazhuar që vendit i ofrojë institucionet, përfshi këtu edhe propozimet për president, edhe nga ana e përfaqësuesve propozimi për doktoreshën Ferite Rushiti, e cila nuk ishte pjesë e lëvizjes, por edhe propozimet si zëvendës kryeministri e nënkryetari i lëvizjes Glauko Njufca, por edhe zonja Fatmire Mullhoxha Kullçaku, të gjitha këto në mënyrë që të shmangen zgjedhjet. Kjo ishte në, domethënë, pas zgjedhjeve paraprake, jo këtyre të fundit. Në këtë situatë në cilën jemi, natyrisht se lëvizja ka propozime, por nuk mund të dalim tani me emra, sepse ju e dini që akuza që në atë kohë ju bën lëvizjes ishte që pse keni dalë me propozime konkrete pa pas një marrëveshje paraprake. Andaj kemi respektuar edhe kërkesat e partive tjera, edhe po presim që të ketë një dakordim përpara se të vazhdojmë me propozimin e emrit dhe shpresoj që këtë ndodhë sa më parë në mënyrë që të vazhdojmë punën. Pra edhe të konstituohet pastaj fillimisht kryesia dhe kuvendi e pastaj edhe të zgjedhet të votohet qeveria edhe presidenti apo presidentja. Ju dini që përkundër refuzimeve edhe të kryetarit të PDK-s, por edhe të Aleancës, kryeministri Kurti ka vazhduar të dërgojë letra të shprehë gatishmërinë e tij, pra pa hatërmbetje, pas parasysh që bëhet fjalë për interesin e vendit dhe në këtë linjë ne kemi autorizuar, pra si kryesi, kryeministrin Kurti, kryetarin e lëvizjes, që të vazhdojë përpjekjet e tij në këtë drejtim. Ka pas komunikim me krerët e partive të tjera, unë besoj që vazhdon ky komunikim edhe pres që shumë shpejt të kemi edhe takimet e radhës edhe zgjidhjen e këtij ngërçi politik. Nuk e pas kam dëgjuar këtë propozim të zotit Gjini, nuk mendoj që ai e din edhe vetë që diskutimet për çështje kaq të rëndësishme nuk bëhen në prani të kamerave dhe më duket më pakta me thonë jo serioze nga ana e tij një deklaratë e tillë.